Zonja Bale, do dëshiroja të dija nëse Duda Bale do të votoj Glauk Konjuvcën për kryeministër si mandatuar i dytë nga presidentja e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu. Ermali, këtë çështje në fakt ka qenë shumë qartë edhe prej takimit kur kemi pas na me presidentet. Do më thonë këtu këtë partia kanë deklaru kundër, do më thonë nuk varet prej neve, do më thonë na jemi dy deputet komunitetve cili janë, do më thonë cili nuk kanë shku me njerë si me po. Do më thonë, une nuk kam ndryshu qëndrimit, une tash nuk kam asnjë arsye për me hap përkrahje, do më thonë, edhe punëtorit cili kam pas, do më thonë, kam marrë, do më thonë, lëshimi prej punës, edhe në kontakti e fundit me një funksioner e vetëvendosis cili ka thirrë zëvendësin tem, ka thonë, këtu na kemi përfundu me bashkëpunim, do më thonë edhe ata nuk donë me bashkëpunu me mu, une nuk kam ndryshu qëndrimin, do më thonë une nuk e ja përkrahje. Pra ju nuk, a ju ka kërku vot Glauk Konjuvca? Jo, as nuk kam pas thirrje, as nuk kam bisedu. Zonja Bale, falemderit shumë për këtë bisedë që e kishim, falemderit që ju përgjigjet thirrjes sonë për të sqaruar pozicionin tuaj në raport me votën pro apo kundër Glauk Konjuvcës. Falemderit edhe një herë. Natën e mirë. Falemderit, natën e mirë.